Valmir Elezi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur për televizionin Syri se procesi i numërimit të fletvotimeve nga votimi jashtë Kosovës përkatësisht përmes postës është në fazën përmbyllëse. Sipas tij, gjatë mesjavës pritet të përfundojë numërimi i të gjitha këtyre votave, përfshirë edhe votat me kusht dhe ato të personave me nevoja të veçanta. Elezi ka theksuar se pas përfundimit të numërimit, KQZ do të presë afatin ligjor prej 48 orësh për ankesa, ndërsa në mungesë të tyre, institucioni është i gatshëm të shpallë rezultatet përfundimtare. Ai bëri të ditur se sipas planifikimeve, rezultatet pritet të shpallen deri më 26 qershor, ndërsa certifikimi i tyre planifikohet të përfundojë deri më 6 korrik, megjithse ekziston mundësia që ky proces të përfundojë më herët. Po ashtu, Elezi njoftoi se në fund të procesit, KQZ do të realizojë rinumërimin e deri në 10% të vendvotimeve, si mas kontrolli për të garantuar saktësinë dhe integritetin e numërimit.